Kryetari i Partisë Socialiste Erion Thengjilli bashkë me kryebashkiakun e Pogradecit Ilir Xhakolli kanë zhvilluar një takim prezantues për kandidatët në Asamblenë e Partisë Socialiste Proptisht. Në këtë takim, Bledi Çomo dhe Alfons Soldashi u prezantuan si përfaqësuesit e listës për Pogradecin. Thengjilli tha se vota për Partinë Socialiste është e rëndësishme për të vijuar rrugtimin e zhvillimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E filluam nga Proptisht. Sepse jemi njësia që realisht paktën në 4 përgjigjet e fundit ka sjellë nga rezultatet më të mira, krahasimisht edhe me numrin e banorëve që ka. Dhe për këtë dua t'ju shpreh falënderimet e mia si kryetari i partisë për mbështetjen që na keni dhënë. Por sigurisht edhe kjo mbështetje patjetër që ka pas edhe një feedback mbrapa, sepse kryetari e ka pas pikë të dobët zonën e Proptishtit dhe ne tani e pam që mund të vihet thjesht dhe vetëm për 50 minuta që nga Pogradeci. Dhe kjo është një zonë që realisht e ka pas merituar me kohë dhe mendjen, por tashmë është bërë realitet. Do bëjmë një fushat model. Kundërshtar nuk kemi, kundërshtar jemi vetëm ne. Duhet kundërshtar dhe vetes tonë. Pra ne duhet të tregojmë me forcën tonë, me vullnetin tonë, që të ecim përpara, të shkojmë deri më tek pra atë që tha kryetari i partisë për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste.